Të nderuar teleshikues, mirëmbrëma dhe përshëndetje drejt për drejt nga emisioni në Studio Sport që prej disa ditësh është përqendruar tek botërori 2026. Emocionet e këtij botërore sa vjen dhe shtohen dhe natyrisht duket që mbrojtja sotme ka mbritur një kulm dhe atë kulm e ka dhënë supersfida Argjentinë-Egypt dhe kjo për merit e Egyptit i cili ka lënë avantazh 2 herë, madje shënoi edhe një gol tjetër, por u anulua, por Messi me kolegët e tij, me shokët e tij të skuadrës argjentinase, kampionja e botës, e kthen dhe fiton 3-2. Do flasim sonte pikërisht për këtë ndeshje që sapo ka përfunduar për ndërtërsi edhe për emocionet që na dhuron ky botëror, ku sonte kam kënaqësinë ta nisi prezantimin me një tifoze të Italisë, që në fakt Italia nuk është pjesë e botërorit, por aktori jam i njohur Dane Xhaj është gjithmonë e gatshme për të qenë në studion tonë për të folur për botërorin, po pse jo edhe për atë peng që ka për mungesën e Italisë së saj në këtë botëror. Madje na ka ardhur edhe me një flamur, regjia ha planin, mirë se erdhe Dana. Mirëmbrëma dhe mirë se u gjeta këtë. Ky flamur është simbolik sonte Itali. E theve që unë jam tifoze italianëve. Italianë për fat keq nuk janë pjesë e këtij kampionati, por unë thamë se i ka ikë edhe pak bukuria këtij kampionati, po pjesëmarrjen e Italisë. Italia në çdo kampionat i jep bukuri kampionatit. Po e nisim tek ai moment kur ju morët vesh se u eliminua Italia për të mos qenë pjesë e botërorit. Që aty nisen ato pak natësit apo është shumë e dhimbshme. Në fakt Italia nuk ishte në stadin e vet që duhet me kenë si skuadër e madhe, disa herë kampione, por kështu është sporti, kështu është futbolli. Sporti edhe arti kanë një gjatë përbashkë se dhurojnë spektakel për të sjellin edhe emocione. Sigurisht, humjet edhe arritjet janë emocione edhe të mira edhe të këqija. Arritjet janë emocione shumë të mira, edhe dështimet sigurisht janë pjesë edhe të artit edhe të sportit. Por që të qotë ky flamur me simbolet e Italisë ju ngushton, teksa e mbani në shtëpi, duke shpresuar se se do të kthehen fuqishëm, edhe unë gjithsesi, sido që t'jetë, unë mes tifoze, si me humje, si me fitore, mes tifoze italiane. Bukur. Denis Miani është në studio, trajneri i futbollit, i cili është një specialist i mirëfillt i futbollit kulminacion. Për para pak minutash përfundoi supersfida Argjentinë-Egypt. E merituar fitoria dhe kualifikimi i Egyptit? Mirëmbrëma, është gjithmonë kënaqësi me keni përnishëm studion tonë. Me thënë drejtën ishte një ndeshje ku duk domethënë favoritën letër të thoshim Argentina, por me atë që pamë në fush ishte shumë e ekuilibruar. Kam njek në fakt ndeshje të tjera qoftë Argentinës, qoftë të Egyptit, dhe disha që Egypti është një skuadër që mbrohet mirë dhe ka lojtarë të shpejt në fazën sulmuese dhe gjithmonë është rrezikshme dhe mundohet me bë kundërsulme të shpejta, gjë që rezulton në suksesshme edhe sante. Por edhe Argentina tregoi mbi gjitha atë petkun e kampiones, sepse gjatë kësaj kohe ka karakterizuar domethënë vetbesimi edhe ka ditë me zgjill ndeshjet e vështira dhe jam kot ka kanë kampione e botës dhe ka vazhdu këtë të cërit mirë, po edhe sot e pame që ishte i vetbesim dhe ishte ka mulja deri minutët e fundit që e dha fitoren. Pa tjetër e cilësia, por cilësia nuk mungoj as nga ana e Egyptit, më thënë drejtën që ishte një ndeshje tamamthati spektakolare, të pas parasysh që të dy ekipet vishin ku para pak ditëve, para me datë 3, para 4 ditëve kishin lujt ka 120 minuta, që pritshim të përshifshim ndoshta pak lodhje, kanë udhëtu 2 orë, sepse kanë bërë ka 1200-1300 km, sepse edhe kjo është diçka që është specifike këtë botënor të pas parasysh se zhvillohet në 3 shtete të mëdha dhe distancat janë jashtëzakonisht mëdha, është shumë e rëndësishme për ekipet të ruajnë ekuilibrat, të kenë fazë të mirë rikuperimit dhe është diçka që shpeshherë ne kanë edhe performanca, po që pak e kanë prek, po është shumë e rëndësishme se distancat janë shumë të afërta dhe ndeshjet janë shumë të njëshun edhe sa bëhen gjithnjë më të vështira. Luan Shpuza është në studio, menaxheri i futbollit, i cili kohët e fundit krahas karrierës si futbollist, kohët e fundit po punon mjaft edhe për
transfertat e sportistëve. Mi se erdhe Luku, ju thret edhe opinioni. Është knatësi të jesh studio përballë një panelit. Ashtu që foli Denisi, jam plotësisht dakord, sepse po vet rrjedhën e kampionatit, se që po shohim deri tash, pavarësisht se kampionati ka pas edhe gjonat si shumë ekipe, i herë ishin njerëzit ishin skeptik, kanë vu shumë ekipe, Gjoja, edhe po dalin aty në pa. Çdo gjë, stadiumet janë plot, marketingu, çdo gjë po shkon në mënyrën më të profesionale, por përveç Egjiptit e këta problemet e largësisë, ta kanë lodhja, akomodimi a dashti fije më afër diçka, janë probleme personale të klubeve me presidentat e UEFA-s. Nëse se nuk i rregullojmë në ata punë, kena ardhur për botënorin. Argentina ishte në Surum. Argentinën e kena vu gjithë në finale, e kena vu me një Francë fort, kena vu me ekipe të forta, Spanja doli, lëvizi, Anglia është e rrezikshme, pra presim tash. Egjipti vlla maksimumin, ndoshta ishte fatkeqësi si u vraj lojtari Hasan, ishte lojtari i mirë Hasani, po e shoh kurse kena Barezin në italian. Duhet në bëti Jo pash teksa po fliste në prezantim aktor Erminjor Xhaj, po e shikonit me buzëqeshje, kishit ndonjë koment për fjalën e saj? Kja foli mos e kompetente, më shumë se shumë specialista, po ta tham se është kja tifoze, se unë jam qysh fëmijë e njafe, jena mas teatrit e mas sportit. Kja foli kompetente, foli tamam, nuk e shloj ekipin, pata solucione, ekipin nuk ishte në gjendje, unë jam tifoz për veti italian, edhe më vjen keq, po bame me Kroati to afer, edhe Kroat tash e dindi se ju banen një fije me hile, me probleme. Për mendimin të ju banen pak me hile, Bosnjak dështunen nuk ishin atë ku ishi ton, pra na jena tash to rreth rrotull ku kena me shku, ta pa bëhat Italia, po Italia eksperimenti madh. Shpresojmë. Një kiracian që është me Italinë. Jo, ka shumë, nuk jam vetëm unë. Interesante. Jo, ka shumë. Por duket ne i thamë përpara emisionit aktorit Xhajt se mbaje afër flamurin, por duket duhet ta ndani. Përgjys. Unë pa marrë të Shilën. I cili na vjen edhe me një luk interesant në studio. Me luk Podgoriçanit. Luan Shpuza që është mes Shkodrës, mes Velipojës dhe Malit të Zi. Ku ndoqët të ndeshje, ndoqët... Jo, isha në shpi të nana, isha në shpi. Me nana Esën. Po, me Esën. Normal se Esja ma tifoze se dronë jam. Shtëpia... Me italianta? Ja, nana nuk kam me italianta. Shtëpia Shpuza, nana Esja, që kemi komentuar shpesher, ka qenë... Nana me Kroat. Një familje që ka mirë pritur futbolist të shumë falë dhe vajti, të mallit e Zami Shpuza. Kroat kanë kënë një skuadër që është paraqit me shumë dignitet, një skuadër shumë e mirë. Më korë shumë keq për largimin e Kroatëve se kanë bërë lojna shumë të bukura. Angli, Kroaci, ka një ndeshje super e bukur. Modric, një lojtar, nuk e di, kanë marë, se jo se e kanë marë famen, Messi edhe Ronaldo, por nuk bjen ma poshtë edhe Modric, një lojtar i jashtëzakonshëm, më ka ardhur shumë keq për largimin e Kroacisë. Bukur, e ndishni, duket se ndishni botrorin sistematikisht. Shoh se është spektakël. Në orë të vona. Nata është e gjatë. Normal. Ju falenderoj shumë aktor Xhaj sepse gjetet kohën se sot kishit edhe një aktivitet të rëndësishëm, ku ju ishit promotore dhe personazh kryesor, bënte fjalë për? Edhe kam ardhur për një emocioni shumë të madh, sepse unë kam 3 vjet që kam këto fëmijë në kursin e aktrimit Qendrën Kulturore të Fëmijëve, plus që kam kënë prej 15 vitesh një uri e këta fëmijë kanë kënë pjesë e konkurseve të fjalës artistike, edhe për 3 vjet i kam trajnu unë këta fëmijë, edhe më largohen edhe ikin në gjimnaz, se unë i kam deri në klasë 9. Ishte një ditë shumë me emocione, shumë e vështirë, largimi këtyre fëmijëve sepse janë potenciale të mrekullueshme, por jam shumë e lumtur dhe jam shumë dhe besoj shumë edhe kam shumë shpresë që këta fëmijë do të shkëlqejnë edhe Shkodra do të jetë krenar për këta fëmijë. Deshta ti them 2 fjalë jashtë sportit, sepse sporti dhe muzika ka të bëjnë se ti e din se na muzikën e ndëgjojmë,
sysh me San Ramon edhe Pozdravit, po desha mi thane Dranës tek këta kurse si bajnë ta fëmijë ta shkojnë në shkollë pra një kova, apo jo? Ja, ata kanë zgjedhje të ndryshme, sepse tash ti shkojnë në gjimnaz, shumica janë të gjimnazis të 8 nënori, marrin rrugë, nuk e di se si do të shkojnë, dikush edhe mund të bëhet artist, se janë 2-3 që janë shumë talentuar, një Noel Hoxha, Heja Lohja, i kam mjek, të përqendrohemi tek botërori, sepse jashtë kësaj studio na pret një mik tjetër i studios tonë, një ish futbollist i madh i Vllaznis dhe ish futbollisti kombëtar të Shqipërisë, sot një trajner po që i dalluar në Kanada. Bëhet fjalë për Elvin Beqirit, që kolegët e mi Nino Jakova dhe Florian Gerdani nga pulti i transmetimit e kanë sjellë më njëherë në studion tonë. Mirëmbrëma Elvin. Mirëmbrëma Gaci, përshëndetje gjithëve. Është bërë modës t'ju themi mirëmbrëma, sepse kështu është koha këtu, por atje është akoma pas dite, apo jo, në Kanada? Po, akoma, tash është zgjatë edhe dita, edhe shkon bajegi, domethënë dita e gjatë, domethënë mas orës 9:30, pa kemi mundësi edhe për të kryer ndonjë punë. Si verë, sepse dimrit këtu dihet që është koha shumë e egër, shumë ftoftë dhe shumë e shkurt, dita shumë e shkurt. Elvin, fillimisht me ju dua ta nis, në fakt i kërkoj regjis ta normalizoj pak zërin tim sepse ka punin në studio. Fillimisht me ju dua ta nis, ka shumë për të folur me ju, por do ta nis se si u prit në Kanada eliminimi i kombëtarëve të tyre si vend organizator. Nuk u mërziten shumë, që është e vërteta, sigurisht ajo mërzitja parë, sigurisht ishte tek të gjithë, por ajo që tregoi ekipi kanadez mendoj që kanë qenë dhe ka bërë gjithë krenar me lojën dhe performancën. Mendoj që nuk ishte një hupje e merituar, sepse pa me një pjesë parë e Kanadas që ishte aksifuze për pjesën e rendimentit, e cilësisë dhe e presionit madh që është kundra ekipit Marokut, por përsëri këtu fitoi eksperjenca Marokut dhe cilësia e këtij ekipit, që në pjesën e dytë bani që të jetë pak më mirë dhe ma realizuese e atyne aksioneve që Kanadaja nuk i realizojnë pjesë parë. Në përgjithësi si botror, opinioni juaj po i arrin qëllimit? Nga që po bëhet një botnar i bukur, po kënaqemi të gjithë, shumë emocionues nga ndeshja, sidomos të ndeshjet e fundit, me eliminim direkt, sepse edhe ndeshja e fundit si që luajt Argentina me Egjiptin ishte shumë emocionuese, po edhe ndeshjet tjera, me të vërtet kanë qenë ndeshje mjaft emocionuese. Unë po ndjeku me shumë interes, sepse këtu më favorizon edhe koha, sepse kemi të njëjtën kohë, dhe me të vërtet është edhe një shkollë, nëse mund ta çojmë për ne trajnerët, niveli dhe mënyra e të luajtënit në këtë botnor e këtyre ekipeve. Mungesa e Italisë, që është tifoze aktoria Andrana Gjaj që është në studio, por edhe largimi, po themi, i parakohshëm i Gjermanisë, i Brazilit, i Hollandës, keqardhje, mendoni që mund të kishin dhe duhet të ishin me tej? Këto janë ekipe që kanë bërë histori në kampionatet botnore dhe sigurisht të vjen keq që ikën kaq herë, nëse mund ta quajmë kështu. Por futbolli është i tillë, aq më tepër në ditën e sotme që nuk ka ekipe të vogla. Dhe ato po shfaqen mjaft rezultative dhe po i japin shumë punë ekipeve me emër në Thorzan, ekipeve që kanë pas histori. Por kjo është futbolli, një sport emocionues që të lën
deri në moment fundit, domethënë me atë interesin e plot për ta pa këtë sport. Dhe sigurisht mendoj që edhe ato ekipe që ndoshta kanë triumfu kundër këtyre ekipeve me emër dhe me histori, mendoj që e kanë merituar jashtëzakonisht shumë, sepse edhe ato duken që janë mjaft përgatitura. Gati po largoi edhe Argentina me shumë vuajtje e përmbysi vetëm pak minuta më herët Egjiptin. Ashtu si që thash, gaci këtu po shfaqen ekipet që ndoshta nuk kanë pas histori, mjaft të përgatitura, mbani përshtypje Egjipti, pavarësisht se Egjipti ka një Salah që e një gjithë bota tashme, po aty u shfaq edhe një Hasan që me të vërtet kishte cilësi jashtëzakonshme dhe i hapi shumë punë Një problem teknik i momentit, shpresojmë që kolegët e teknikës Jakova dhe Gerdani ta normalizojnë. Natyrisht lidhja me Kanadan është pak e largët, po ne kemi qenë okay vazhdimisht. Hasan thekson edhe Beqiri, pra, e konfirmoj atë që ju komentuat me herët, Luan. Masi po delte Hasan, ti ke pas edhe trajnerin tanë kur ke lujt me zjarrin portier, ke pas Hasramin. Hasrama, super trajner. Një super trajner si ka vlerë në Shkodër. Respekt për të. Pra nuk ka lidhje e vonë se ti e din se ku lujt volejbolli, ku lujt futbolli, ka fillu të Ramalle, ka në Dudas, Kiras, Nës, edhe pastaj me shkruar, Kastan, pse ka ikë prej këtyne lagjeve, prej traditës futbollit, edhe kena në këtë gjamje. Ka qenë në këtë studio 2-3 javë me herët Muamer Vuci. Ju kam njek, një arsimtar, qytetar, model, po edhe tifoz i Marokut, super tifoz, dhe duket se po ja shpërblen Maroku. Ta po ja shpërblen, po këta i Maroku e bëjnë hallin me betonjere. Kja është e mija në Marok, se gjatë jetë shkojnë që me më. Mirë, nëse Rezia ka rikthyer Beqiri përsëri, mund ta rikthejmë në studio për t'i dhënë edhe konkluzionet e duhura kur t'jetë gati. Ma jepni edhe një herë paktën ta përshëndesim përpara se të largohet. Denis, me Beqiria, erdhi Beqiri, nuk punoj, këtu afër është, këtu afër në Kanada është. Olvin, se patëm një defekt duke kuptuam, duke të nga pala juaj, sepse ne jemi okej me internetin. Si duket pati shkutje. Bëhet mirë që sharohet se defekti ishte nga ana juaj. Pa. E marron përgjegjësinë. Bukur. Për Argentinën dhe Egjiptin, ishte duke komentuar. Ashtu si që thash, gaci, ishte ekipi egjiptian që vështirësoi shumë punën dhe veçanërisht ky lojtar siç po flitshim për Hasan, që ndoshta Argentina ishte me fat që doli jashtë, sepse po qëndronte akoma në fush, Argentina do ta kishte shumë vështirë dhe mund pësohet përsëri gola, sepse me të vërtetë ky lojtar pavarësisht edhe sigurisht edhe pjesa tjetër e ekipit, që luajtën mjaft mirë, mendoj që do të kishin hap shumë punë, sepse Argentina ishte shumë e lodhur deri në ato momente dhe kjo shkënia ndoshta, kjo dalja e këtij lojtari më bani mendoj për të marrë një farë zemret dhe për të avancuar edhe për të shënuar ato 3 gola siç u shënuan. Elvin, për ta mbyllur me ju, kush e fiton botrorin? Unë e kam thënë para se me fillu botrori, shpresoj që të shoh një finale Angli-Francë dhe mendoj që Anglia si një ndër ekipe që po e kërkon kaq shumë botrorin, mendoj që do të jetë triumfuese. E pohoj edhe aktoria Xhaj të parashikim tuajin, edhe pse është tifoze italiane, ka ardhur me flamurin italian këtu, por e pohoj parashikimin tuaj. Faleminderit Elvin. Shpresojmë të jemi së bashku përsëri deri tek finalja e madhe që do të shpallet ekipi kampion. Patjetër, me kënaqësi. Ju përshëndes. I kthejmë në studio me Denis Mianin.
Për posë ndeshjes është natyrshëm që është shumë e freskët Argentinë, Egjipt, të komentojmë pak dhe Portugali, Spanjë dhe SBA Belgjik, që janë të freskëta, janë luajtur dje. Portugalia me Spanjën, me thanë drejtën ishte ndeshje që nuk lloja atë spektaklin e pritshëm, ishin të kujdesshme, një ndeshje taktike, por që me thanë ranë sy, do të thoshim, pavarësisht se janë nivelet e pritshme, por ranë syeja futbolli modern i Spanjës, që vazhden me apliku, që për mua unë deri tash domethënë veçoj Francën, Spanjën deri diku dhe Argentinën si fituese, mendoj unë, në bazë të asaj që kanë dhënë në rendimentin e tyre në fushë. Të pas parasysh një Francë që pothuajse ka dy formacione dhe ka shumë freski, që është shumë e rëndësishme për intensitetin që aty pas kampionati. Nga ana tjetër një Argentinë që ka një vetbesim dhe ka një eksperiencë dhe din me menaxhu mirë ndeshjet, edhe pse s'ka një petk, po thojmë, apo nivelin e këtyre dy tjerave që është kurse Spanja vazhdon me futbollin modern, me thënë drejtën, na surprizon edhe në minutën e 19 me një vertikalizim, domethënë një depërtim krejt bukur që do të krejt të thjesht, por që çaj te goli. Edhe Portugalia për mua ishte një ndeshje me si u zhvillu, domethënë ishte një ndeshje një golit, por prep u pa i fija përsia lehtë e Spanjës. Por duhet të thojmë edhe aja ndoshta mos kuraja për të ndërhy tek Portugalia, sepse nuk kishte më vend, me gjithë respektin si i ka dhënë futbollit, ndoshta dote një vendim vetë nga ana Ronaldos për me marrë më pak minuta dhe me kanë më eficient, ashtu siç bën për shembull Lukaku, për atë lajtë vendin Leao apo dikujt tjetër që gjatë ndeshjes pati përpjekje maksimale, lëvizshmëri, pati përpjekje për lëviz shumë pak. Pra po të referohena, domethënë lojti numër 9, sepse nuk mund ta bajnë më krahun, sepse po të bash wingerin, do të thosh të bash lajmërojësin në futbollin sot modern, e futi trajnerin në një rol ku mund të jetë më komod se mund të japin diçka, por në vend që të ishte një lider, ndoshta penalizoi pak, sepse në momentet fundit, si më thanë, nuk ishte jafë për me bëj diçka. Në fund të ndeshjes e konfirmojnë zyrtarisht se ky është botori i fundit, edhe pse ka pasur interpretime se mund të tentojë përsëri, por nga kombëtarja jashtëzakonisht i madh, i mirë, por kombëtarja theksoj akoma kam kohë për të menduar për të larguar nga kombëtarja për ndeshjet në vazhdim. Ja, diçka personale e tija që më mundet me menu, por pa thamë qa pame në fushë. Faktikisht, ta më thëtë Denisi, e kanë bërë vrejtje më specialistës në Ibrahimovici, deklaratët e ditëndit, që ka fol Ibrahimovici me Henrin në studio. Kështë tjeta, me fjallë Ronaldo me regjimin, me karierën, idolli shumë njerëzve, idolli botës, po më mirë e pove sa të çfarë korrigjimit bani trajneri i Argentinë, si futi këtë Interit, me dy wingra, Lotario me tjetër, e pove, çfarë ndërhyjime shbani, pra aty meti stok, mërëm, pavarësisht Portugalia meritoi eliminimin, janë ata lujten me topat spanjollët, lujten me topa vdekje prust, prej në kratë kundërt dolën banën X-in në mënyrën më të përsosur në lojën e futbollit sonde se është, si të shoqëm, por du me të tregu se edhe portieri ishte në ditë të mirë, po s'ke që i bani, kjo është futbolli, pra Ronaldo duhet me përmendimin tem mos me shku më në kombëtare, sepse ka bankin, ka 2-3 lojtarë si me shku në kombëtare, po minutazhin. Ronaldo edhe mbrën emisionin e mbrëmshëm e diskutuam këtë problem dhe ishte në sim Shtupina që në këtë pozicion ku është Zmian dhe e kundërshtoi direkt, kishim një lidhje direkte me Portugalin, me Edi Abazin. Me Edi Njënjeka. Që është një trajner i mirëfill dhe një njohës i mirë i Portugalisë, është trajner futbollit dhe më bëri përshtypje që Shtupina foli hapur për Ronaldo që duhet madje theksoi dhe në atë mënyrë që luan me 10 lojtarë Portugalia. Dhe në atë matë më duk kritike e madhe, por Zmiani dhe konfirmon ju, edhe të tjerë ka opinionet, ka ardhur momenti të ka opinione sepse po kritikojnë, thashë edhe herë, në studion që është në Amerikë instaluar, studioja e Ibrahimovicit me tash nuk e di për
Al Jazeera për CNN, nuk e di për ka janë e studio sportive si është më famshme, si janë Henry e gazetar opinionista, ata kanë shprej vetë, e kanë shprej se në këtë mosh nuk mund me marrë 90 minuta plota, pra do t'jenë si puna Lukaku, si puna me shlukra. Po është rregulli i tyre, ata sulmuesi tjetër është shumë formë, ai Qoftë Leaoja që i futin loje, domethënë kanë sulmuesi tjetër i shumë i Duke u kthyer tek Argentina që ishin emocionet me të fundit, Dana ka pasur shumë komente, opinione dhe akoma vazhdojnë që është pretendenti kryesor për titull. Por ndeshja sot me siguri ka zbehur pak edhe në radhët e specialistëve, të cilët nuk janë më aq optimist për këtë Argentinë që sonte ndoshta edhe fati i bëri se ta përmbys. Më vjen keq që sonte s'kam pas mundësi me ndjek ndeshjen sepse kam kënë aktivitetin që thash. Por Argentina qysh në fillim të kampionatit ka kënë një ndër pretendentet ose është lakusi një ndër pretendentet kryesore të kampionatit. Por jam dakord me këtë që i thonë specialistat, se këtë flasin edhe teknikisht, nuk është në atë nivelin që e pritshim me kënë Argentina. Edhe për këtë ndeshjen që pas ka bë, po edhe ndeshjen me që kishte përpara me thuj. Kepin e Gjelbër. Me Kepin e Gjelbër, një skuadër e re, pa eksperiencë, edhe u vu shumë vështirësi Argentina edhe aty. Fal emnit mall që ka Lionel Messin, edhe arbitrat më duket se stepen para ati, para mallshtisë ti, edhe sikur edhe arbitrat losin pak me emnin e tij. Duke qëndruar tek ju, Dana, në grupin miqësinë e artistëve në teatrin Migjelli, ndiqet botrori me atë se këto ditë që jeni kur pinat e kafen e mëngjesit? Niqet shumë. Besë Qinari dihet që është tifoz i çmendur, ai është i Brazilit, edhe e ngushllova. I thosh Besë, s'kena çfarë me se skuadra eme nuk ka pjesë hiç e këtij kampionat. Ata tuit morën pjesë, po sa si morën pjesë ata më mirë që si ishte Italia. Ne ngacmu pak Besën. Si era scenario, vani në një batut? Besa tha, nuk ma kanë bërë qefin hiç, edhe e mylli se s'lutem me vazhdu më gjatë, se ishte mërzit shumë që i kishte. Merita Smaja është tifoze e Gjermanëve, edhe me gjithate Do tjetë në studiu për disa ditëve, sepse është një është me pushime. Jashtë Shqipërisë, jashtë Shkodrës. Jashtë Shkodrës. Edhe nuk e di, i njekin, po si i njekin tonë. Rita Qekin nuk keni për momentin. Rita Meni. Rita Meni. italiane. Të dugoj të reja. Të dugoj të reja. I ko do zonat kë, ku je prej ku janë italianë. Lugu Luan Shpuza, atje e pikapën, çdo mëngjes në Gradon. Po du me thonë që edhe pozon, është interesant, pozon. Pa njëta ne i kolon ma ubi, ma që me në loni, fëtërga? Këtë kampionat jam dakord me Beqirin, skuadrat e vogla kanë kënë befasi. Edhe i kanë vu në pozita shumë vështira skuadrat e mëdha. Nuk më flite këtu për Norvegjin, mu më ka pëlqy shumë edhe Norvegjia, a i ka atë lojtarin e famshëm që i bani 2 gola dhe po më rinë duket nivelin e këtyne golshenësave. A i edhe portierin e kishin, absolutisht më i mirë, në regull e dorë. A i gjithë po pritje që fantastike. Pas ndeshjes ka kaluar shumë momente me mënyrën e tij dhe e kanë përcjell mediat. Pra e ka edhe festen e kanë pas shumë të bukur, shumë të veçantë. Një lunar, ashtu si çdin ata me festu. La Viking. La Viking. Edhe në Federatën e Shkodrës po edhe para Fontana. Po te Fontana. Është aty është ambienti ku te Kakarris, ai Hektori është tifoz Hektori. Mirë, do të kalojmë në këto momente tek ballafaqimet në çerek finale, sepse në fund bëjmë dije publikut, do të kemi një minutazh të shkurtër edhe për vllaznin. E kemi pasur çdo mbrëmje, por tashmë emocionet sa vinë dhe shtohen. Edhe 2 ditë nga supersfida Vllaznia Malisheva për Conference League dhe e meriton Vllaznia një koment, as më tepër se mbrëmjen e sotme ka pasur disa probleme që shpresojmë të zgjidhen në bllokimin e merkatose. France Marok, e filloj me ty Luan.
Unë jam... Kam parasysh të flas me ju, më duket sikur përfason edhe në një farë mënyrë edhe mikun tuaj Muamer Vuçi, që është tifozi numër 1. Nuk jam si Muamer Vuçi. Unë kam Muamerin respekt. Si tifoz. Ja. Muamer është historian i mirë. Kryetar i fuqatave të Shqipëri. Po nuk po negocion me na ul naftën. Negocion me na ul naftën, më po bëna tifoza. Edhe tifoz interesit. E njeh historinë Muhamedi, respekt se është një figurë, një familje shumë e mirë në Shkodër. Edhe kam respektin unë. Pra, do të kalojmë te Franca. Franca është një, na kam lënë Francën fillim me Argentinën në finale. To pa potenciale. Franca ka një sulmin e rrezikshëm. Ka një sulm. Ka sulmin e pave ndeshjen e fundit me çfarë skandali nolli me Paraguay, ne? Votat më të shumta po i merr Franca si favorite. Si favorite, po Anglia është e rrezikshme, Argentina. Këta trija na flasim se njaç. Por mos harrojmë Marokun, sepse Maroku mund të edhe Meksikën e vume. Mund të përfasohet siç u përfasua edhe sonte Egjipti, se gati e largoi Argentinën. Jam dakord si mund ta bëjnë surprizën, po s'ma merr mendje se i përballojnë aty në sulmit francez. Janë të rrezikshëm. Mbappé ka marrë një super form. Manaj aja çanulli, aja ashpërsi, aja as normale s'kan luajtur ashtu si luajti Paraguay. Skandal. Ata duhet dënuar atë Paraguay. Nuk bëhet ashtu një lojtar profesionist jenë botnor, jenë shembull, jenë sy miliarda njerëzve. Njekun çdo. Ku e jep votën kush ka? Franca me Marokun. Çfarë Marokun? Francë-Marok? Megjithatë Maroku ka bërë një paraqitje shumë të mirë në këtë kampionat, por gjithsesi Franca është Franca. E ka lënë. Shënon Mbappé. Ka lojtar me shumë energji, shumë të freskët, shumë shpejt, shumë simpatik. I mirë fort. Duket se ka një kulm se do ta shoqëroj, do ta vjoj akoma më shumë fal moshës së tij. Është në momentin më të bukur, më të mirë. Në kulmin e vet. Zmiani. Unë shoh Francën si favorit, por jo vetëm për Mbappé, por për komplet skuadrën që ka, sepse thash edhe më përpara për gjithë specialistëve dhe asaj që ka dhënë deri tash në fushë shifet si pretendenti kryesor për shkak të statistikave. Ka reportet më të kompletuara të fillu prej mbrojtja, mes fusha, sulmi, pra nuk është një lojtar i vetëm, por ka një mbështetje të madhe. Mos harrojmë që fitoren e kësaj ndeshje që ishte e munishme me Uruguayn 1-0 ishte një lojtar që erdhi nga Stoli, Kuman, që jella penalltin, në realizimin e bani Mbappé, por penalltia u mor nga ana e tij. Edhe Franca ka komoditetin që kur bëhet një ndrrim në sojzat hin në fushë një lojtar më i mirë se sa ai që ishte më përpara. Pra ka dy formacione dhe ka jashtëzakonisht mundësi për të freskuar ekipin apo për të bërë ndrime të cilat janë shumë të dobishme gjatë neshës, sepse e thamë edhe më përpara për shkak kilometrave, për shkak të ngjeshjes neshëve apo të qoftë edhe presionit madh si nga ana fizike, si nga ana psikologjike, kur ke shumë ndrime dhe kur ke shumë cilësi, ke shumë avantazhe për ta fituar neshën, por qoftë ashtu edhe kampionatin, sepse vetë fakti që po kalojnë një formë të mirë tregon që ka marrë këta nota apo këta vlerësime si një pretendent, për shkak se ka tregu stabilitet dhe ka një ndër golshënuesit më të mirë që është Mbappé, po mos harrojmë as Dembele dhe gjithë tjerët aty ka një mesfush. Ka një garë për këtë pozicionar të Mbappé. Ka një mesfush të jashtëzakonshme, Mbappé, Messi, është Haaland. Haaland është nuk duhet nënvlerësuar sepse është një makineri golash. Shumë simpatikë dhe në fushë. Me ata lëvizje potente. I qetë dhe me një modesti që shërimin e golave nuk rëmbet nga entuziasmi, pra merr një përqendrim, një fiksim, shikon nga publiku duke se të procedh një imazh pozitiv, një mesazh që bëra detyrën. Qoftë goli i parë, dhe sidomos tek idioti që nga vendi i shënoi. Spaj Belgjikë shpuza, Belgjika e cila pati probleme me Amerikën, me hyrja presidenti Trump me Infantinon, kjo është shumë komente, por Belgjika nuk pyeti, duke se mori me tepër vrull, me tepër grind dhe ja doli. Thamë se spoj Belgjika 50 me 50.
për mendimin tim, që po shohim. Para se të shkojmë, në fakt jemi tek SPA Belgjik, por tek SBA Belgjik, si u duk? Dominim total. Komplet dominim, as diskutohet, as çfarë bëhet më bërë. Nuk bëri efekte ajo ndërhyrja As çfarë ndërhyrje Trumpit me heqjen e kartonit? Jam më bërë për çfarë Trumpit. Unë kam respekt për zojen e Trump, se është Ballkani se ati tifoze me ne. Lamia Emilia? Lamine, si e ka? Ja, Lamine Yamal është lojtar. Jo, si e ka ke gruaja Trumpit, kjo Kroatja. Luani është Jo, i batutëve. Kjo Kroatja Bravo. është tifoze me ne, me gëzon. Një veprim që ka marrë vëmendjen e... Ka marrë vëmendje bravo, është përgjësia. Heqja kartonit, sikur të ishte në Shqipëri. Përgjësia, kjo të ishte në Shqipëri do të... Melanie Trump. Melanie Trump. Pa. Se pa një Melanie. Po ja disha me ngacmu, me Po ngacmu. ka jam në vështirë ma ja. Melanie. Dhe për mu ka kem skandal. I shohë nuk po dele skandal se për zotën. Përgjësit maja me kartona. SPA Belgjik thot 50 me 50 me 50, kusht jenë ma ja, po SPA-ja thamë se është një hap. E raport që jam dakord. Është neshje shumë e ekuilibrume. Shumë e ekuilibrume. Shumë e vështirë për të pëlqen dyja. shumë po kombinoni njërin Shumë me po tjetrin. kombinojmë. Qyse i nalë tifuzat. Ne na po e kemi në jetim të dy. Në zdina me kemu bo, livda këtë, livda atë. Belgjikën e shaf. Luani është familje sportive, por është shumë ardashës. Në të gjitha spacet e teatrit është i pranishëm. Belgjikën e shaf shumë të fort, edhe është një përballje që jam dakord si, më thonë, me vendos se kush fiton 50. Pak me tepër Franca. Franca, po që po, unë po thëmë Spoj, Tek Belgjik, Spaja kam fjalë. Spaja në është pak. Spaja Belgjik. shumë Pak, pak, i jap përqind. shumë pak. Por thonë mendoj se mund të ketë diçka shumë me tepër. 70 me 30 për Spajen. Ja, unë thëmë ja, kom janë neshje shumë e fort. A shumë vend tonë po, në me qajnë të po, hajtë Belgjikën me shëbehan. Të shumë. Ajo ishte në mënyrë ndaj që hak marrje për vendimin e kartonit. Po ndoshta në Spanjë mund të jenë krejt ndryshe. Denis, Spaj Belgjik. Unë e shef Spajen pak më anel për shkak të futbollit modern edhe për shkak të ka cilësi, domethënë mes fushë dhe për raporte që në momentet veçanta mund bëjnë diferencën, po për hir të vërtetë edhe Belgjika ka treguar një futboll të jashtëzakonshëm, por përveç futbollit ka edhe elemente. Edhe për një atë jam këtë e mora si shembull parë, sepse duhet pa, për shembull një ndër lojtarët më të mirë që është De Bruyne, as shëriti nuk e man, që e mëritan me amajt e, apo Lukaku që pranojnë me hile prej stolit, për qa? Për mi shërby kësaj kombëtare, në kundër të asaj që thamë adash me bëhë, se nësi në kërkush për me gjuku Cristiano Ronaldon, por dolen që tanë ata opinionet nga specialistat ma ishin të vërteta, dhe e konfirmajnë neshë, nërko që Lukaku e din për shembull se sa ka forcë, minutë 70 e din që është në fush, ata 20 minuta aty ba mirë. Aty ba golin. Njëjtën gjë bani edhe me De Bruyne, që është ndër lojtarët më të jashtëzakonshëm të ekipit, por bani 3-4 neshë rresht dhe pranoi me fillu për solit. Pse? Për mu fresku, sepse dishin që kishin një letër një neshë të lehtë me Amerikën, ashtu rezultoi. Por atë thash është shumë e rëndësishme me pallë mënyrën se si do të menaxhohet ky kampionat, sepse është hera parë që zakonisht kanë ka 32 skuadra, kanë 48 skuadra, pra ka pas dikun të 104 neshë, mos u gabosha, kështu që është e rëndësishme dhe pjesa si do të menaxhohet e gjitha kjo, sepse ka skuadra të vogla, ka skuadra të vogla, nuk po flasim i na të fol për finaliste, jam ka quhen finalet e botënorit, pra ata ndoshta janë skuadra të vogla në krahasim me njëri tjetrin, por çka kanë dalë atje janë tanë skuadra që kanë një nivel të lartë, kështu që unë e shaf pak ma nëllë të Spaja në rase ka me ditë me ba ata momentet e veta. Por nga ana tjetër është një Belgjik që nuk do t'ishte surprizë po të fitote. Mirë, vjojmë të komentojmë ndeshjet e çerek finale, ndërkohë që bëjmë ditë që jemi drejt për drejt në Studio Sport për emocionet e botërorit 2026 dhe ndërkohë na shoqon edhe Uj Rogova luan Uj Rogova, unë e pi me qepë sepse e blejnë në shpi dhe janë shumë serios. Rogova, Lejthiza, Qapshtama janë ujë. Falenderojmë kompaninë e Rogova për dhe mundësinë që na freskon çdo natë me ujin e shishim Rogova. Sa për deri kja ka lidhje me futbollin ky ujë në Shkodër. Ka lidhje me një aksioner kryesor është edhe shefi joni i Federatës Shqiptare e Futbollit. Armando Duka. Po. Respekti. Dhe këtë djali e menaxhon djali i trajnerit tonë ish Selat.
Mirë, vijojmë kemi edhe një çifte çerek final Norvegjia-Anglisë, do të jetë superndeshje. E nisim me Danën sepse Allon e shoh si super ndeshje. Norvegjia më pëlqen shumë. Ju pash në gjatë komunikimit me Elvin Beqirin, ishe me paka shumë me Anglinë. Por këtë radhë duke se... Anglia është skuadër me shumë eksperiencë, edhe është skuadër e fortë, e mirë, e mrekullueshme, teknike, por Norvegjia është një skuadër, ndoshta se ka eksperiencën e Anglisë, por është skuadër shumë e fortë edhe shumë e frikshme. Kush kalon me tej? Unë për qef kaloj Norvegji. Por Anglia ka më shumë premisa. Për shkak të eksperiencës. Bukur. Denis? Me thënë drejtën është unë e shoh të ekuilibrume. Në është në letër mund të thojmë gjithë për Anglinë, por do të shohim edhe nga anën psikologjike kundër Anglisë këtë radhë letë një djalë i cili është ndër lojtarët më të mirë në kampionatin anglez, dhe kjo do të ndikojë në psikologjinë angleze, pse që është Highland, jo përveç paraqitjes mirë që bani, por edhe te ekipi ku ai let ai bën diferencën në kampionatin anglez, i njeh shumë mirë ata lojtarët. Por siç thash edhe te rasti i Mbappés, edhe te Norvegjia fokusi është bërë te Highland, por Highland është një lojtar shumë statik i cili zgjidh situatat, pra punën janë të e bërë gjithë lojtarët tjerë. Pra Norvegjia po t'i kapi me emra, ka tanë të fillu prej te portierit që analizu këto që është një lojtar me shumë eksperiencë, ka luajtur në Angli, ka luajtur në disa klube, ka dhe lojtarë tjerë të fillu te kapiteni, ka lojtarë tjerë që janë shumë të mirë dhe besoj që ka me kanë një neshje shumë e rivalizume. Kush kalon? Jo ka rëndësi. Kush kalon do ta mësoj mas neshës. Po është shumë ekuilibrume, domethënë edhe unë më thënë drejtën të kenë se një ekip që nuk i kanë fituar si herë, do të kisha dëshirë. Shumë miqtan na ndjekin, ato pasionantët e bastave. Nikolin Bedani. Nikolin Bedani. Është tifoz anglez. Pra inshallah për hatër ti duhet me humb. Po ndoshta ka me tepër djalë i tij, po mos harrojmë Armando Cum. Është super tifoz Armando. Nuk e di. Haxhi Nejo Shabani. Dhe Argentina e kualifikuar. Ja morë përgjigjen kush del. Ja, unë me thënë drejtën shoh të ekuilibruar, dhe tham që ka më dash ndoshta shtesa edhe penalltia më nejt tek këta dy ekipe, sepse janë ekipe që kanë një stabilitet fizik edhe mendoj që asnjëna s'ka me met pa shënu për këto në dy ekipe. Po kombinoni, shikoj kena Leonca. Argentina pret fituesin e çiftit Zvicër-Kolumbi që luan më një herë pas mbylljes së emisionit në orën 22. Kush mund të jetë Dana? Zvicra. Me Argentinën. Jena me Gjakën dash? Pa, normal. Zvicra, po... Ka dhe me Kolumbin. Edhe kja ka me kanë nejshë shumë e fortë. Me ke? Me Kolumbin, ka dhe ti fort me Kolumbin. Ka shqiptarë që punojnë edhe në Kolumbi, punojnë bujësi. Me Kolumbin, jo. Ta kontribuën ekonomi. Inshallah, po kanë kontribuën. Punojnë bujësi. Punojnë bujësi, largën duhanin. Kush ka lënë brada në? Për këtyre çiftit Zvicër-Kolumbi tha Zvicra. Zvicra. Denis? Tamam. Me thënë drejtën, Zvicra është pak sa më e ekuilibruar si ekip, por Kolumbia me thënë drejtën ka shumë fantazi dhe kërën situata në sulme, por ka një problem që e ka shfaq herë mas herët, që lën pak hapësina më rapa, kurse Zvicra duket i fije skuadër më apjekon. Por Kolumbia, për mendimin tim, ka më shumë kreativitet në fazën sulmuese dhe në vijën e fundit. Kështu që por unë e shoh si çiftet më të ekuilibruar në këta që kena pa deri tash paktën në letër, sepse doli shumë ekuilibruar deri minutë 19 Argentina, por paktën që janë këto ata. Nuk është aja Kolumbi e viteve të tjera, e kohënave të bukura, Kolumbisë aty fund. Pa ka një ofensiv të rrezikshme, del shpejt, ka jep disa sinjale. Bajnë damakinacione të veta i trajnerit, por përballë Zvicrës inshallah fiton Gjaka. Se kush do të jetë kundërshtari i Argentinës, Zvicra apo Kolumbia, do ta mësojmë me rreth 2 orë më pas, sepse në orën 22 starton ky çift. E mbyllim këtu për botrorin, tash me minutazhi përmbyllësesh për vllazninë e cila luan të hetën në orën 20 në stadiumin Loro Boriçi, sfidën e parë të turit të parë të UEFA Conference League përballë ekipit kosovar Malisheva. Dana njeh vllaznin apo? Kam njeh edhe në stadium. Edhe në Tiranë. Jo kam parë. Me besë qinari. Po dhe erdhen fill, ata na morën intervista, sa na po në mu e besën, na gjetën në për lokale.
e njeku vllaznin, thash si në fitore, si në humje janë djemë tonë, si puna Italisë që janë besnike. Jeni dakord se është krijuar një opinion se mas humjes se titullit kampion ja. ka pasur një ftoje, por ka një mesazh tashmë edhe nga njerëzit e sportit se tifozët duhet të rikthehen. Patjetër. Duhet të lënë pas zgjonjimin e titullit sepse Vllaznia ka nevojë më tepër se kurrë. Për mbështetje. Jam dakord. Janë disa probleme që një vendimi i sotëm i UEFA-s ka bllokuar merkaton, ka probleme me aktivizimin, po thuhet që janë probleme shumë të Vllaznia janë, është e vërtetë. Zyrtarisht që pritet që deri nesër pas ditës të marrë zgjidhje sepse Vllaznia po kërkon me insistim. Denis, Vllaznia Malisheva. Do ta ndiqni Vllaznia Malisheva në stadium? Në stadium nuk e di, po do ta ndjek gjithsesi. Tham që ka një shërt i favorshëm, por gjithçka i metet fushës për ne, tham që ka një shërt i favorshëm dhe normalisht është një ndeshje që duhet kalu nga në Vllaznis, por nuk e njeh për afër me thënë drejtën në formën e momentit që është, por besoj që kanë përforcime, sipas edhe shtypit kosovar, skuadra e Malishevës, duke përfshirë këtu edhe trajnerin Tomas Bërdaris, i cili është një njohës i mirë dhe i futbollit shkodran. Patjetër, gjithkush çdo ekip bën atë përgatitjen e vet maksimale, por tham që kjo është një ndeshje që Vllaznia duhet ta kalojnë. Mandej në futboll ndodh gjithçka dhe të thash edhe një herë varet ato forma që po kalojnë për momentin edhe situata që kanë me këta lojtarët. Shpresoj që të jenë nëse nuk zgjidhet situata shumë shpejt problematik, sepse thuhet është me 15 lojtarë të federuar. Po në aspektin psikologjik nuk më kanë mirë kjo, sepse është përgatit një diçka, është përgatit një strategji, është përgatit një formacion për me luajtur. Ka korrektuar skuadrën me emra të tjerë titullarësh. Përfshi edhe blerjet e reja. Ndërto vetëm Herald Marku është lejuar të jetë i federuar, të tjerë nuk janë, por thuhet janë, jo thuhet, po është vendim zyrtar deri me zgjidhjen e sotme 15 lojtarë të federuar. Por mes tyre janë edhe Kallaku dhe Pols, të cilët nuk janë. Kallaku dhe Pols janë si mas informacioneve të minutave të fundit që rrjeteve sociale se janë pranë klubit. Kallaku të këta Durrësit janë legu për i shifrët qesharake, që ka kena kuptuna, janë për i shifrët qesharake, janë legu me 50.000 euro, shlymje e Kallakut, dhe 70.000 euro për tjeri, pra 120.000 euro janë darë në narkën e klubit Vllaznia, si flitet, afër klubit që kam një sot bile këta të si diskutojnë, që janë ma afër se në jenë lartë. Si do t'jetë këto, edhe si kur t'ishë pjesë e Vllaznia ka bo krizën vetë. Por ato nuk janë stërvitur. Jo, nuk janë stërvitur me grupin, edhe Martini ka bo një plan A. Kallaku nuk ka qenë fare në Sloveni, ndërkohë që portieri nuk është aktivizuar në ndeshjet midisore. Sojnë ka bo kështu, nuk as ndeshje s'ka bo, ka majtë stërvit, po nuk ka aktivizuar. Po, si mas informacioneve, nuk ma marrëmendja, besoj ta kalojnë Malisheven, sepse jena Shkodran, ta kalojnë pavarësisht gjonave se në klub është një bombe me sahat, si presidenti dita ditë spritet mu largu, ka fjallë si larguhet e marrë një sponsor tjerë, dhe sepse a bloku edhe merkato, a bloku edhe gjobat në UEFA, shlymjet në lidhje me shumë lojtarë, prej të Latifi, vazhdojmë po shlymje, pra nuk toleran në UEFA ma, kjo nuk është i zoti me shlyje ta. Pra ndaj nullin të gjanë, se me ti Kallaku një lojtar, me ti gjysa ekipit, as Martini nuk e ka dyshin. Pra Martini ka stërvit një grupë formacionit që ka marrë lojtar të vetë, nuk do t'i paragjëgojmë pa i pa, edhe ka ardhë me lujtë për Ligën e Europës, me Malisheven. Pra Malisheva është një ekip në ne. Ka bo merkato, po na kalojmë. Po me këta që pa kena një deri në lajmet e fundit, klubi Vllaznia është në krizë ekonomike. Se të thatë me herët që pritet largimi, nuk e kam për herët parë për të dëgjoj nga ana juaj, ka kaluar edhe momentit e tjerë të vështira presidenti Elban Xhafer dhe ka arritur të ta mbajnë në kontroll skuadrën, madje vitin e kaluar ishte shumë pranë titullit kampion. Shpresojmë që nesër të ndryshojnë gjërat, por për të larguar se disi nuk është me vendim, po themi të bashkisë apo dikujt tjetër, siç mendon opinioni, kjo është pronë private e zotit Xhaferi është i privatizuar e blerë.
totalisht nga Bashkia e Shkodrës. Është e vlerë gabimisht në kry Voltan Adami, në ish kryetarin e bashkisë, është sa për djeni, ai ka në hap një lokal aty, biznes. Të shku te një berber, nëse dona me pa me probleme financiare, gjana, privatizime, gjana, me shku te një berber, te një këpustar shkon krijimi ekonomik, hetimit aty mur. Kurse stadiumin Loro Boriçi është një restorant si punon tash 2 vjet në emrin ti, as pagun tatime, as sigurime, nuk e di për energjinë e Këto janë gjëra që nuk Jo, shkojnë e shohin sigurimet e sportistëve kanë 5 vjet pa pagu në tatim taksa. Nuk janë sigurum futbollistët, ka probleme shumë mbrant klubi. Jo, janë gjëra. Luan do të diskutojmë një moment tjetër tashmë është momenti. Klubi të një ekonomistë. Pak Vllaznia Malisheva. Unë jam me Vllaznin, edhe shpresojmë se e kalojmë. Bukur, po me lujt me këta nuk nëse bëhet blokada e ka të vështirë martimi. Shpresojmë suksese. Bukur, këtu duhet të mbyllim me optimizëm. Shpresojmë që pra të jetën e mbrëma Vllaznia të marrë një rezultat pozitiv që ta ketë sa më të lehtë në ndeshjen e kthimit që luhet me 16 në orën e 13, luhet herët në Podojev ndeshja e kthimit. Dhe një kalim i turit do të ishte një komoditet më tepër për Vllaznin. Faleminderit Denis Miani, faleminderit Dana dhe grupi tifozëve të teatrit bashkë dhe me Astrid Fanin se më thatë edhe ai shumë aktiv. Shpresoj ta kemi Astrid Fanin në një moment. Edhe na kena plumin tifoz me italian. Plum. Pse me italian ta plum? Adesi. Teatri, kena të lojë. Plumi i teatrit është me shmefan. Faleminderit Luan. Respekt. Faleminderit edhe kolegët e mi të pultit të transmetimit, Nino Jakova dhe Florian Gërdani, nga unë Gaspar Markut, përshëndetja përmbyllëse. Nesër është pushim për botorin, por ne do të jemi përsëri në studio për të bërë një përmbledhje të ndeshjeve të 1/8-ve ku përcaktohet tashmë edhe skuadra e fundit që plotëson çerek finalin. Kundërshtari i Argjentinës përcaktohet sonte, pra nesër mbrëma do të përqendrohemi tërësisht tek skuadrat që luajnë në çerek finale. Deri nesër mbrëma, natën e mirë.